Fjala për profesor Piranishi. Qenë se fëmijë tash edhe mund të kenë kohën dhe limituar, unë ftoj këtu ekipet kampion, trajnerë, Arbër Shqiptari, Rudi Piranishi. Atëherë, në çdo dosje, aty është një diskutim i futbollit, si ka funksionuar nga ekipi kampion. Unë jam shpejt në këtë moment. Profesorët, të vera para të studia, i mësimit të profesorëve, sopra, në fakt ekipi profesional superiore, profesor të nisë ka dhënë parë. E nisim me trajnerin e ekipit kampion U17 Arbër Shqiptani. Vazhdojmë me portierin më të mirë, Arlen Pacaj. Lojtari i vitit Erjon Vajushi. Rian Sylla, ekipit U17 i nderuar radhës. I fituar si mbrojtësi më i mirë i kampionatit. Një tjetër mbrojtës më i mirë i kampionatit për U17 është edhe Igri Davutović. Donat Marku i ekipit U17 i fituar si mesfushari më i mirë i kampionatit. Njëkohësisht edhe kërcënuesi më i mirë i sezonit. Para ka 2 nderime, 2 certifikata, si kërcënuesi më i mirë dhe mesfushari më i mirë. Hysien Hasani i U17, duke futbollit Shkodra, me shpërshoni këtë mirë. Vjen momenti për sulmuesin më të mirë të ekipit U17, Ilan Hajia. I nderuar radhës është Julian Bushati, që ka 2 certifikata, është i kërcënuesi më i mirë i kampionatit, si dhe lojtari më i mirë i kampionatit, Julian Bushati. Elia Hajia, ekipi U17, është i nderuar radhës për sezonin 2025-26. Armen Kukaj, vazhdojmë të jemi ekipin kampion U17, Arbër Jukaj. Erjon Pilaca, Shkodra U17. Përshtrimi të ekipi Shkodra U17, Engin Ademaj. Kemi edhe të certifikate që nuk janë të pranishëm. Në momentet saksojnë dhe certifikata, Gersi Gjergji U17, nuk është të pranishëm në thonë, Fabio Gëstenja U17, si dhe Niket Prati, janë 3 personë që nuk janë pranishëm. Kupa ekipit kampion U17 është në mes këtyre timoshëve të talentuar. Urime Shkodra U17.
17 vjetë me trenerin Arber Shqikani.